Mediat italiane fillojnë t'i kushtojnë vëmendje të madhe arrestimit të profesorit italian në Shqipëri, Michele D'Angelo, 44 vjeç, pedagog në Universitetin e L'Aquiles, së bashku me gruan e tij Vanessa Castelli, ishin duke udhëtuar me një Lancia Ypsilon më 8 gusht pranë Kosovicës, në afërsi të Fierit në Shqipëri, kur një Mercedes-Benz, drejtuesi të cilës ishte një shtetas shqiptar, doli papritmas me shpejtësi dhe u përmbys. Për më shumë se gjysmë muaji, qëndrimi nën masa paraprake, Vanessa Castelli i bëri thirrje institucioneve që të ndërmarrin veprime për lirimin e bashkëshortit, duke argumentuar se ai është një person i ndjeshëm i paaft të përballet me izolimin, sjellja dhe barrën emocionale të një procedimi në një vend të huaj, me barrierë gjuhësore dhe pa rrjet mbështetës. Nga ana e Universitetit të L'Aquiles, kanë dalë tashmë zyrtarë që shprehin shqetësime të thella. Rektori Fabio Graziosi ka deklaruar se po punohet për zgjidhje të çështjes dhe për reduktimin e presionit psikologjik mbi palët të përfshira. Ai ka theksuar se koha kalon dhe gjasat që D'Angelo të qëndrojë shumë gjatë në masa janë duke u rritur. Drejtoresha e Departamentit të Shkencave Mjekësore dhe Shëndetit Publik, Ana Maria Cimini, ka shprehur alarm për kufizimet e lirive dhe impaktin mbi një figurë akademike të vlerësuar. Në skenën politike italiane u shfaqen aktorë të tjerë si senatori Luciano D'Alfonso, i cili ka kritikuar se masa paraprake është e tepruar dhe ka ngritur një interpelancë parlamentare për të kërkuar bashkëpunim maksimal mes qeverisë së Italisë dhe autoriteteve shqiptare, si dhe për të sqaruar hollësisht dinamikën e aksidentit. Ai e përshkroi D'Angelon si një akademik pa rekorde negative, i përkushtuar në kërkime ndërkombëtare dhe paralajmëroi se mungesa e tij mund të rrezikonte projekte dhe fonde për universitetin e tij.